Seanca në gjykatën e posaçme ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit u shoqërua sot me tensione dhe debate mes dy ish-bashkëshortëve. Meta deklaroi se nuk ka dieni për veprimet e Kryemadhit dhe mohoi akuzat që lidhen me çështjen Çezdia, duke i cilësuar pretendimet e bëra ndaj tij si të pavërteta. Nga ana tjetër, Kryemadhi reagoi ashpër në sallën e gjyqit duke akuzuar Metën se po mbështetet te thashëthemet shkasolli ndërhyrjen e gjykatës dhe paralajmërimin për largim nga seanca në rast përsëritje. Ndërkohë, avokati i Metës, Kujtim Cakrani, kërkoi përjashtimin e disa provave nga dosja duke argumentuar se ato janë të papërdorshme, dhe se çështja Çezdia nuk mbështetet në prova të mjaftueshme. Në të njëjtën kohë, avokati i Kryemadhit, Redi Llanaj, nuk u lejua të hynte në sallë pasi refuzoi kontrollin e çantës nga shërbimet e sigurisë. Meta dhe Kryemadhi po përballen me akuza që lidhen me korrupsionin, pastrimin e parave dhe mosdeklarimin e pasurive, ndërsa procesi gjyqësor vijon në themel në gjykatën e posaçme. Procesi i vettingut në drejtësi, i cili u konsiderua një nga shtyllat kryesore të reformës në drejtësi në Shqipëri, është mbyllur zyrtarisht pas 8 vitesh. Gjatë kësaj periudhe, qindra gjyqtar dhe prokuror u përballen me verifikimin e pasurisë, figurës dhe aftësive profesionale, duke sjellë largime të shumta nga sistemi. Megjithatë, procesi ka lënë pas pasoja të dukshme, përfshirë krijimin e vakancave në gjykata dhe prokurori, si edhe rritjen e dosjeve të prapambetura. Paralelisht, disa vendime të Gjykatës Europiane për të drejtat e njerëzit, Strasburgu, kanë konstatuar shkeljen dhe ish magjistratëve të shkarkuar duke detyruar shtetin shqiptar të paguajë dëmshpërblime financiare. Mes rasteve të përmendura janë ish prokuror dhe gjyqtar si Gentian Osmani, Ferdinand Elezi, Zet Kadana, Ervin Metalla dhe Besnik Cani, ku Gjykata Europiane ka vlerësuar në disa raste shkelje të drejtave të tyre dhe ka urdhëruar kompensime. Në një rast, ish prokurorja Antoneta Sevdari u rikthye në detyrë pas vendimit të Strasburgut, duke krijuar një precedent të rëndësishëm. Ndërkohë, vëmendje ka tërhequr edhe fakti që antarët e kolegjit të posaçëm të apelimit, që shqyrtonte vendimet e vettingut, nuk ju nënshtruan vetë këtij procesi, ndërsa disa prej tyre janë rikthyer ose emëruar në pozicione të reja në sistemin e drejtësisë. Kleviola Ahmeti, reperi i njohur ndryshe si Klevio, dëshmoi sot në gjykatën e posaçme në procesin ndaj Lert Haxhiut. Ai deklaroi se e njeh Haxhiun që nga fëmijëria në Lushnjë, por mohoi çdo kontakt me të vitet e fundit, duke theksuar se nuk ka pasur komunikim telefonik apo takime pas daljes nga burgu. Klevio u pyet edhe për konfliktin e tij me reperin Ojzi, duke shpjeguar se përplasja nisi përmes diseve në muzikë dhe rrjete sociale. E më pas u shoqërua me një incident fizik në Durrës ku pretendon se u dhunua nga disa persona. Ai mohon çdo lidhje me shpërthimin me tritol pranë biznesit të Ojzit, duke thënë se ishte në burg në atë periudhë dhe e kishte mësuar lajmin më vonë. Gjithashtu ai theksoi se nuk ka pasur asnjë rol në ngjarje dhe se nuk kërkon hakmarrje ndaj reperit. Gjykata e Durrësit la në burg 27 vjeçarin me Klajt Meçaj, i akuzuar për vrasjen me thik të fshinjit të tij, 60 vjeçarit Rapush me molla në Rogozhin. Gjatë seancës gjyqësore, i riu deklaroi se nuk kishte pasur qëllim ta vriste viktimën dhe pretendoi se kishte vepruar në vetmbrojtje, pasi ishte goditur i pari me thik. Sipas tij, konflikti lidhej me mosmarrveshje që viktima kishte me një kushëri të tij. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së shtunës pas një konflikti të çastit, ndërsa me molla humbi jetën gjatë transportit në spital. Meçaj, i cili ka qenë i dënuar më parë në Gjermani, do të qëndrojë në burg deri në përfundimin e hetimeve. Një aksident fatal është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në aksin Lezhë-Milot. Rreth orës 4:30 minuta, një automjet është përplasur me një kamion, duke i marrë jetën në vend drejtuesit të makinës. Shtetasit nga Kosova, të identifikuar vetëm me iniciale KB, të lënduar mbetën motra dhe djali i tij, të cilët u transportuan në spitalin e traumës në Tiranë dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i kamionit është shoqëruar nga policia për veprime procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit tragjik. Forcat e policisë të Tiranës dhe Krujës kanë zhvilluar kontrolle intensive në zonat malore të Krujës, ku kanë zbuluar dhe asgjësuar rreth 5000 bimë të dyshuara kanabis. Bimët ishin kultivuar në afro 100 parcela të vogla, të shpërndara në terrene të vështira për t'u arritur. Kultivuesit dyshohet se kishin zgjedhur sipërfaqe të kufizuara për të shmangur zbulimin. Deri tani nuk ka të arrestuar, por disa persona janë identifikuar dhe janë shpallur në kërkim. Në operacion janë angazhuar 15 grupe policore, ndërsa kontrollet do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim. Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar monitorimi në fshatin Kroni i Madh, ku janë zbuluar dhe zgjesuar një numër i madh bimësh kanabisi. Në kuadër të hetimeve janë arrestuar 2 persona, Vullai Motor, Agetina dhe Palpepaj, të dyshuar si autor të kultivimit të 308 bimëve dhe fidanëve të kanabisit. Bimët e gjetura janë zgjesuar në vend, ndërsa një pjesë është sekuestruar si provë materiale. Përveç tyre në gjendje të lirë, pohetohen edhe kryeplaku i fshatit dhe vrojtuesi i pyjeve për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se nuk kanë ushtruar kontrollin
kontrollin e dur në zonë. Policia njofton se kontrollet dhe operacionet kundër kultivimit të lëndëve narkotike po vijojnë në të gjithë qarkun Shkodër. Detajet të reja dalin në dritë nga ngjarja tragjike në Milano, ku humbi jetën polici italian, 39 vjeçari Francesco Imprezzabile, gjatë ndjekjes së një automjeti të drejtuar nga shqiptari Gent Berisha. Ky i fundit u arrestua pas disa orësh në Monza dhe pranoi se drejtonte mjetin, por mohoi çdo përplasje me motorin e policisë. Hetuesit nuk i besojnë shpjegimit se u arratis vetëm nga frika e një kontrolli për shkak të një sasie të vogël hashashi dhe faktit se ishte në detyrim paraqitje. Prokuroria po heton edhe lidhjet e mundshme të Berishës me një organizat italo-shqiptare të trafikut të kokainës, e goditur nga një operacioni i përbashkët i autoriteteve italiane dhe shqiptare që çoi në 10 masa sigurie dhe kontrolle në disa qytete të Italisë. Sipas raportimeve të mediave amerikane, në dëshminë e tij para Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve, Bill Gates ka folur për marrëdhënien e tij me Jeffrey Epstein, duke përmendur për herë të parë 2 lidhje jashtëmartesore që sipas tij Epstein i dinte dhe tentoi t'i përdorte për shantazh. Gates deklaroi se Epstein kishte akses në informacione personale për këto marrëdhënie dhe se mund të ketë tentuar t'i përdorte si presion ndaj tij. Ai e cilësoi një email të vitit 2013 si përpjekje shantazhi, duke thënë se përmante element real të përzierë me egzagjerime dhe akuza të sajuara. Në dëshminë e tij, Bill Gates theksoi se nuk kishte dieni për aktivitetet kriminale të Epstein gjatë bashkëpunimit të tyre në projekte bamirësie mes viteve 2011-2014. Në të njëjtin raport përmendet edhe një ish asistente e Epstein, e cila e përshkruan atë si një figurë me jetë të dyfishtë, ndërsa thuhet se ajo ka organizuar takime dhe kontakte të ndryshme për të. Po ashtu përmendet edhe komunikimi i rastësishëm me Donald Trump, pa u dhënë detaje për arsyet apo natyrën e tyre.